Një debat ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP 5 mes Angelos dhe Sabinës, teksa kjo e fundit po bisedonte me banorët për idenë e një podcasti. Angelo, që ishte aty shpreh, do flasin për 30 minuta me Sabinën për seksin. Banorja ju kthye duke i thënë: "Qen ke kot fare, po ta tërhoqi vëmendjen vetëm seksi." Pjesë nga biseda. Angelo: "Do flasin për 30 minuta me Sabinën për seksin atje." Sabina: "Vetëm seksi të tërheq vëmendjen ty? Qen ke kot fare, po ta tërhoqi vëmendjen vetëm seksi." Angelo: "Ç'pate?" Sabina: "Po vetëm ato përmende, nëse ti e koncepton se vetëm seksi të tërheq vëmendjen." Angelo: "Seriozisht e ke?" Sabina: "Po, seriozisht." Angelo: "Fillove bigun me mua." Sabina: "Bigun e kam filluar që kur." Angelo: "Okej." Sabina: "Futu ti në big." Angelo: "Po gatuam?" Sabina: "Po patjetër sot." Angelo: "Big nuk po bën." Sabina: "Do ta shohësh më vonë." Angelo: "Bëj podcast." Sabina: "Normal që do e bëj, po nuk do flas për seksin." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.